Sheli sytë për pak sekonda. Parameno me jetu krejt jetën qështu. Ti sheh, nin edhe ndjen. Ka njerëz që kur zonën e nanës tynëv nuk e kanë ni, edhe as ftyrën nuk ja kanë pa. Ka edhe shumë tjerë që këshin jep gjithçka për jetës vet, veç me jetu një mëngjes qashtu që jeton ti. Tu pa e tu ni. Ka njerëz tjerë që pa shtëpi, pa siguri, pa rahati. E ti e kini shtrat ku flen edhe një është rahat. Edhe kur nuk menon se ashtu të rona i bungë mi kry. Edhe në një farë forme ose tjetrën e gjen vetën tu anku për senet edhe ma banale. Allahu në Kur'an thot, thua jo, është ai që ju ka kriju dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin edhe zemrat. E megjithatë ju pak e falenderoni. E problemi nuk është që kena pak, po problemi është që po harrojna se kush na i dha. Falenderimi nuk është veç fjalë goje. Falenderimi është edhe vepër. E veprat më të mira janë ato vepra që Zoti i dën. Ti nashta hiç s'ki nevojë për më shumë, po thjesht ki nevojë që me u përkujtu edhe me falenderu për ato që i ki tash. E a duhet që Allahu me ta marrë begatin që ti mu kthjell?